Albin Kurti ka shënuar rritje në secilin exit poll. Edhe te exit polli Baton Haxhiut, edhe te UB-ja, edhe te Pipos, VV-ja ka rezultat më të mirë se me nënshkurt. PDK-ja ka shënuar një rritje. Dërsa është interesante që LDK-ja ka pësuar ulje në përqindje. AK-ja e kalon pragun, donse te exit polli UB-s është rreth pragut aty këtu. Nisma e Fatmir Limaj betet nën prag. Kjo është veç videoja e parë rreth zgjedhjeve. Normalisht kam me bë edhe një seri analizash, prandaj mos harroni ma bë follow për me qenë të informuar. Sidoqoftë, nëse vetëvendosja ka shënuar rritje, qysh po e prognozojnë të gjitha exit pollet, atëherë strategjia e vetëvendosjes, gjuha e zbutur e Kurtit, pjesëmarrja në media, vendimet e fundit për shtesat, për rritjen e pagës minimale dhe pensioneve, duket se kanë dhënë rezultat. Ama është shumë herët me dhënë analiza më gjithëpërfshirëse, sepse unë i marr me rezerva këto exit pollet, pasi nuk është që s'ja kanë huq më herët. Për analiza më të sakta, duhet me i prit rezultatet preliminare të KQZ-s. Tashmë Komisioni Qendror Zgjedhor ka filluar të përzdoj me rezultatet e para. Edhe në ato rezultate të KQZ-s, prapë vetëvendosja ka shënuar rritje. Sa për fillim, kaq prej meje, shihemi në videot të radhës.